Ndërsa fushata për zgjedhjet po shkon drejt fundit, disa nga drejtuesit e mediave në Tiranë mendojnë se rrjedha e saj është përgjithsisht e qetë. Kryeredaktorët pohojnë se shumica e mediave braktisi rolin dhe misionin e vetë qytetar, duke pasqyruar fushatën me tekste dhe videokaseta të përgatitura nga vetë partit. Po ashtu dhe mungesa e debateve televizive mes drejtuesve partjak u vlerësua prej tyre si një mungesë e madhe e kësaj fushate zgjedhore. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Fushata zgjedhore po zhvillohet përgjithsisht e qetë, pohojnë analizë dhe drejtues të njohur të shtypit, ndërsa pasqyrimi i saj në media si vjet u realizua për paradoks nga vetë partitë politike. Drejtuesi i redaksisë së lajmeve në televizionin ABC, Armand Shkullaku, vlerëson se fushata zgjedhore nuk ka tensione të dhunshme si herë të tjera. Fushata e partive politike këtë radhë do të thotë që është nga fushatat më progresive në kuptimin e mungesës deri diku të gjuhës urrëties, mungon tensioni që kemi parë në para rastet e ndonjë incidenti janë tepër sporadike, nuk ka tension. Ndërsa për pasqyrimin televiziv të fushatës, zoti Shkullaku thotë se shumica e mediave janë kthyer në shërbëtorë të partive dhe pasqyrojnë fushatën ashtu si duan partitë dhe madje me tekstet dhe videokasetat e tyre. Humbja e rolit mediatik pra të ndërmjetësit mes politikës e qytetarëve dhe shndrimi i tyre në thjesht një servis, mendoj që është përgjegjësi e vetë mediave. Dhe këtë fushat u vërtetua që gazetaria në Shqipëri ka rënë në një krizë në cilën as vetë nuk e kupton, vetëm kujtohet her pas here që diçka ka ndryshuar. Sipas tij edhe mungesa e debateve televizive midis kryeministrit Berisha dhe kryetarit socialist Rama është një tjetër provë e mungesës së presionit të mediave për të zhvilluar këto ballafaqime, sepse mediat sipas tij kanë braktisur rolin dhe misionin e tyre qytetar. Ndërsa drejtuesi i redaksisë së lajmeve në televizionin Vision Plus, Lutfi Dervishi, thotë se fushata është përgjithsisht e qetë me nota tematike ku mbizotron çështja e punësimit. Është një fushatë që raportohet kryesisht nga partitë politike dhe jo nga media në sensin e videove të unike për gjitha televizionet. Më e qetë krahasuar me fushatet e tjera. Zoti Dervishi thotë se mediat sociale po luajnë një rol më të madh në këtë fushatë, ndonse nga ethet e garës së ngushtë partitë kanë mbuluar të gjithë vendin me flamujt e tyre dhe çdo faqe muri me reklama dhe fytyra kandidatësh për deputet, ndërsa vetë udhëheqësit kryesor të ai kanë zgjedhur stile moderne. Liderët kanë preferuar themi dikush town hall dhe një tjetër corner speech, këndët e fjalës me bisedën me qytetarët. Dhe është një fushatë që ka kombinimin e mitingjeve të mëdha masive me bisedat gjumë themi me votuesit. Ndërsa mentor Kikia, një nga drejtuesit e redaksisë së lajmeve në televizionin Top Channel, thotë se për fat të mirë fushata nuk ka incidente të rënda, megjithatë takimet e afërta me qytetarët janë të dobishme, tha ai. Por kam përshtypjen se spoti televiziv është një kontakt vizual, është një kontakt në distancë mes politikanit dhe qytetarit dhe nuk mund të ketë shumë efekt. Ndërsa town hallet apo këndet e fjalës apo takimet e drejtpërdrejta deri më der janë më të prekshme, janë më konkrete dhe ku njerëzit kanë mundësi të bëjnë pyetje edhe drejt për drejt. Është një risi e këndshme kësaj fushate. Zoti Kikia thotë që edhe si vjet partitë patën maninë që të organizojnë tubime masive duke i quajtur si prova të mbështetjes nga publiku, por takimet e afërta janë më efektive se sa tubimet e fryra për të bërë përshtypje përpara telekamerave. Është një mani shqiptare që ti kenë në sheshet e mbushura me turma njerëzish, edhe pse politikani apo zyrtari i lartë, kryesisht ata që janë të partisë në pushtet, janë të bindur se pjesa dormuese e tyre kanë ardhur të detyruar sepse janë në marrëdhënie pune apo në marrëdhënie të tjera me strukturat e pushtetit. Unë nuk do të quaj të dështuar një parti politike e cila ka shumë pak njerëz në mitingje, pasi në fundit ka shumë njerëz të cilët mund të votojnë njërin apo tjetrën palë, por nuk shkojnë në mitingje. Kryeredaktorët pohuan gjithashtu se në këtë fushat po mbizotron matematika e koalicioneve, rezultatet pritet të jetë ngushta dhe kjo e ka shtuar intensitetin e fushatës zgjedhore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.